Sot, përveç kësaj thirrje, do paraqes para jush faktet e pa kundërshtueshme, habin e radhës, se si Edi Rama shndroi paketën e maleve në paketën e drogës dhe mafjes. Në paketën e drogës dhe mafjes. Para se të paraqes dokumentat, do të rikujtoj qytetarëve shqiptarë se Shqipëria është një vend me lartësinë mesatare më të lartë në Europë. Ajo ka këtë lartësi, jo se ka lartësitë e malit bardh apo majat më të larta të kontinentit, por se ka majat e larta më të shumta të kontinentit. Ndaj dhe lartësia e saj shkon në 708 metër si lartësi mesatare. Do shifni këtu që paketa e maleve, që se si Edi Rama e zbret paketën e maleve në lartësinë 10 metra nga niveli i detit dhe lartësinë maksimale deri në 100 metra mbi nivelin e detit. Pra do shifni këtu se si Edi Rama ka përdor me këtë vendim, ka transformuar paketën që ai miratoi për zonat malore në paketën e drogës dhe mafjes së tij. Vazhdoj. Tjetër. 20 zona dhe sipërfaqe bregdetare të shpallura si male. Ka nevojë jep një kush e ka mikrofonin? Pra, këtu mbi bazën e vendimit që kishit me sipër, po paraqesim këtu 20 zonat dhe sipërfaqet bregdetare të shpallura nga mafja, droga dhe Edi Rama si male apo zona malore. 1. Zona zhvillimore numër 1, njësia administrative Maminas, zona Rubjek me sipërfaqe 169.5 hektar. Rubjeka është në një lartësi ta zëm 30 metra, me qenë se unë e njoh atë zonë dhe kam qenë dikur në atë fshat, një zonë kodrinore e butë fare që vjen vazhdim i Bregdetit. 2. Zona zhvillimore numër 2, njësia administrative Maminas, zona Rubjek, me sipërfaqe 3.88 hektar. E maleve të Rubjekës, zona e maleve të Rubjekës. 3. Zona zhvillimore numër 3, njësia administrative Maminas, zona Rubjek me sipërfaqe 4.48 hektar. Zona zhvillimore numër 4, njësia administrative Maminas, pra shifti ju, Maminasit janë të themin e diku nga Male Çajupit, apo nga Korabi, Malet e Sharrit. Maminas, zona Rubjek me sipërfaqe 4.48 hektar. Zona zhvillimore numër 4, njësia administrative Maminas, zona Karrec me sipërfaqe 32.15 hektar. Vazhdo me lartë.
Zona zhvillimore numër 5, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Karpen, me sipërfaqe 1.86 hektar. Zona zhvillimore numër 6, njësia administrative Maminas, zona Karpen, me sipërfaqe 2.57 hektar. Zona zhvillimore numër 7, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Karpen me sipërfaqe 10 hektar. Zona zhvillimore numër 8, njësia administrative Malet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 3.5 hektar. Zona zhvillimore numër 9, njësia administrative Vargmalet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 1.7 hektar. Zona zhvillimore numër 10, njësia administrative Bjeshkt e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 2.7 hektar. Zona zhvillimore numër 11, njësia administrative Maminas Mali Tomorit, zona Metal me sipërfaqe 3 hektar. Vazhdo. Zona zhvillimore numër 16, njësia administrative Gjepalaj, në Shetel Likesh, me sipërfaqe 16 hektar. Vazhdo. Zona zhvillimore numër 13, njësia administrative Alpet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 4.9 hektar. Zona zhvillimore numër 14, njësia administrative Vargmalet e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 4.5 hektar. Zona zhvillimore numër 15, njësia administrative Bjeshkt e Maminasit, zona Metal me sipërfaqe 1.4 hektar. Zona zhvillimore numër 16, njësia administrative Gjepalaj, në Shetel Likesh me sipërfaqe 8.16 hektar. Pra, këto ishin 20 zonat, 20 paketat malore të Alpeve, të Maminasit, që shkojnë me lartësi nga 10 metra mbi nivelin e detit, mesatarja 30 metra dhe me larta 100 metra mbi nivelin e detit. Të gjitha këto, ju mund të thoni, po ku janë emrat? Të gjitha këto janë marrë nga vendimet Edi Ramës me firmën e tij. Emrat janë gjëja më paransishëm, se do të tregoj dhe njëherë për të kuptuar qytetarë se si janë emrat, si është çështja e emrave. Bëhet takimi në Aruba, me Donagacion, mundët Edi Ramën dhe qeveritarët e tjerë, thuhet. Në Aruba shtrohet në Tovolin kulla 124 në qendër të Tiranës. Everesti i Tiranës do të quhej, Everesti i Tiranës. Dhe thirret biznesmeni reale, i thuhet do nërtosh këtë kull. Jo, i thot ai, nuk kam asnjë interes të nërtoj asnjë kull. Kam biznesin dhe do vazhdoj biznesin tim. Biznesmenit i thuhet, në ndërtim në kësaj kulle ti ke këto detyra. Spari do të shkosh atje tek cepi
ku ka qenë Disco Albania, që është sheshi pas Pallatit Kulturës në fund, dhe keni parasysh ju, ku kryqëzohet rruga e Dibrës me rrugën transversale të barikadave, aty ka qenë, në atë kënd ka qenë një diskotek Albania. Dhe aty ka disa pronarë të cilët nuk kanë pranuar pazaret me çmimet e qeverisë e tjere. Dhe është porositur që do marrish, do i takosh, do të ofrosh këtë çmim. Në rast se nuk e pranojnë, nuk do merresh me ta, se do merret dikush tjetër. Ai tjetër ishte banda. Vazhdo me tutje. Detyrat e biznismenit. Detyrat e biznismenit ishte të gjente një ortak. Dhe përveç kësaj, duhet të çonte projektin në një studio që do i diktonte Edi Rama. Dhe natyrisht do kishte një përqindje. Por, gjithçka tjetër ishin emrat e Arubës. Vidin nga Aruba bost me miljardat e tyre. S'kishte punë më. Prandaj dhe është e kohë të lidhemi me emra, se do na dal si në rastin e Salillarit, që magazinieri i tij, pensionist, merr portin e Vlorës 60 milion euro. 60 milion euro. Do na dal si ai që mori Bitcoinin, bankën e Bitcoinit digital, një emër prestonome, offshore, banka digitale offshore, jo onshore, kur emrat më të lakur për Bitcoinin janë Amant Josifi, Olsi Rama. Olsi Rama, Amant Josifi dhe ata që qëndrojnë mrapa. Po, pra, ju lutem mos merremi me prestonomet. Të gjithë kanë vetëm një emër, Edi Rama. Ja u them unë ju. Të gjithë kanë një emër, Edi Rama. Ja paketa e maleve ku degradoj, paketën e plot të drogës. Ndaj dhe edhe kjo, pas certifikimit, pas licencës që mori Edi Rama, firmosen gjykatës të paritur gjerë në vesh dhe të papërgjegjshëm, është fjala vetëm e qytetarëve në qoftë se duan me guximin e tyre të shpëtojmë Shqipërinë nga ky regjim që vjedh natën ditën duke fjetur, duke bërë pushime, vjedh në çdo kohë, në çdo orë, në çdo ditë.